Të lirohen qytetarët e Gostivarit nga pagesa e faturave të ujit gjatë periudhës kur uji është ndaluar për përdorim. Këtë rekomandim do t'ja dërgoj Këshillit të Komunës së Gostivarit avokati i popullit. Rekomandimi do të vlejë edhe për komunat përreth që përdorin shërbimet e Komunalec Gostivar. Avokati i popullit Faton Selami thotë se pret përgjigje pozitive duke kujtuar rastin e Strugës ku qytetarët ishin liruar nga pagesa e faturave gjatë periudhës kur uji ishte i ndotur. Jemi duke punuar që të dërgojmë një rekomandim deri te Këshilli i Komunës së Gostivarit, për që i njëjti ta shqyrtojmë mundësinë që qytetarët e Komunës së Gostivarit dhe qytetarët e komunave përreth, të cilët i shfrytëzojnë shërbimet e ndërmarrjes publike Komunalec të Gostivarit, të lirohen nga obligimi për pagesën e ujit të pishëm për periudhën gjatë cilës uji në Gostivar nuk ka qenë përpije apo gjatë periudhës për të cilën i njëjti nuk është për përdorim të plotë. Nga Komuna e Gostivarit thonë se po e shqyrtojnë këtë mundësi, por për momentin nuk ka vendim që çështja të vendoset në rend të ditës të Këshillit. Ndërkohë avokati i popullit ka hapur lëndë për ndotjen e ujit dhe ka kërkuar informacione nga Komuna, Komunalec Gostivar, Instituti i Shëndetit Publik dhe Qendra e Shëndetit Publik në Tetov. Nga Komunalec ende nuk ka marrë përgjigje. Selami paralajmëron edhe kontroll në terren ku do të verifikohet siguria e burimeve dhe kapacitetit e ujit të pishëm. Rasti i ndotjes së ujit në Gostivar i zbuluar në fillim të korrikut po hetohet edhe nga prokuroria. Në paraburgim ndodhen drejtoresha e Komunalecit dhe 2 drejtues të dyshuar se kanë urdhëruar vendosjen e 3 pompave përmes të cilëve uji i ndotur futej në sistemin e ujësjellësit. Nga ndotja sipas të dhënave të drejtanishme janë prekur rreth 5000 qytetarë, ndërsa për rastin është shpallur edhe epidemi. Hetimi është hapur edhe për sistemin e ujësjellësit, i cili nuk është përfunduar, ndonse për të janë shpenzuar 7.2 milion euro.